Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Antarët e gjykatës kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të përçarë për vendosjen ose jo të mekanizmit të badenterit në vendimarrje. Gjyqtari kushtetues Osman Kadriu kërkon që patjetër të ndryshohet mënyra e vendimarrjes dhe mënyra e votimit. Nuk ka kuptim që gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë të vendosë për ligje që sjell kuvendi me shumicë të dyfisht ku votohen me 80 vota ose ligje që miratohen me badenter. Ato nuk mund të abrogohen nga gjykata me 5 vota, u shpreh Osman Kadriu, gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Duhet patjetër të ndryshohet ju lutem mënyra e vendimarrjes dhe mënyra e votimit. Edhe kemi thënë, asesi është nonsens i kulluar që të mundë gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë, do të thonë me vetëm minimum 5 antar, të vendosë për ligjet që sjell parlamenti me shumicën e dyfisht, 80 vota do të thonë të votojnë për, ose ligjin që miratohet me badenter. Ato nuk mundet të abrogohen nga gjykata me 5 vota. Këto duhet të intervenohet në kushtetutë sa më shpejt, të parashikohet një shumicë. Këta politikanët përdorin termin shumicën e badenterit. Shqipëria garanton mbështetjen për Kosovën. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha në një takim me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi, deklaroi se Kosova mbetet një përparësi e padiskutueshme e politikës së jashtme. Gjatë takimit, Hoxha bën me dije se rikonfirmuan angazhimin e palëkundur për thellimin e partneritetit të ngushtë të veçantë dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat, përmes koordinimit të ngushtë institucional, rritjes së shkëmbimeve ekonomike dhe avancimit të projekteve të përbashkëta me rëndësi strategjike në fushat e sigurisë, energjisë, infrastrukturës dhe arsimit. Komisioni Evropian konfirmon se po mban në mbikëqyrje institucionet në Shqipëri për mënyrën se si po veprojnë pas akuzave për korrupsion dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi në intervistë për Politikos se Shqipëria po bën një punë të shkëlqyer për anëtarësimin. E pyetur nëse ishte e shqetësuar për situatën aktuale në Shqipëri dhe me hetimet për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku, apo se si po e menaxhonte kryeministri Edi Rama procesin e anëtarësimit, Kos u shpreh se SPAK, Agjencia kundër korrupsionit në Shqipëri, po bën një punë të shkëlqyer dhe rëndësishme është që nëse ato raste janë aty, cilat janë reagimet e tyre, dhe këtë po e monitorojmë edhe ne, u shpreh Marta Kos, komisionere për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Bota. Pentagoni pritet dërgojë mira ushtar nga divizioni litar i 82 ajror në lindjen e mesme. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, administrata Donald Trump po kërkon një marrëveshje të mundshme me Iranin për të dhënë fund konfliktit në rajon. Zyrtarët që folën në kushte anonimati nuk specifikuan vendodhjen e saktë të dislokimit apo afatin e mbërritjes së trupave, të cilët aktualisht janë të stacionuar në Fort Bragg në Karolinën e Veriut. Sipas raportimeve, bëhet fjalë për një dislokim prej rreth 3000 deri në 4000 ushtarësh që i shtohen forcave ekzistuese amerikane në rajon, përfshirë mira marinca dhe marinar në bordin e anije sulmuese amfibe, USS Boxer dhe njësive shoqëruese. Përpara këtij zhvillimi në lindjen e mesme ndodheshin rreth 50.000 trupa amerikane. Dronët rus godasin dhe vendet e NATO-s. Shërbimi i sigurisë së brendshme të Estonisë tha se një dron i lëshuar nga Rusia goditi Oxhakun në një centrali në Estoninë Verilindore. Askush nuk u lëndua në incident, tha shërbimi i njohur si ISS në një deklaratë, duke shtuar se droni hyri në hapësirën ajrore të Estonisë nga hapësira ajrore ruse. Termocentrali Evjur ndodhet në Estoninë Verilindore afër kufirit rus. Kjo nuk është hera e parë që dronët rus shkelin hapësirën ajrore të vendeve anëtare të NATO-s. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.